Padyshim që misioni jonë është i njëjtë, është i përbashkët, objektivi jonë edukimi i këtyre fëmijëve. Ne tentojmë ta bëjmë këtë nëpërmjet futbollit dhe ju në gjithë komponentët e edukimit të fëmijëve. Kështu jam vërtet shumë i lumtur që jam bashkë me ju këtu me fëmijët. Unë do të falenderoj shumë Akademinë e Futbollit Etienne, e cila është një nga akademitë jo vetëm më të mëdha për numrin më të mëdha të fëmijëve që sot ka të regjistruar jo rreth për 250 fëmijë që luajnë futboll, por edhe për cilëtetin me cilën kjo akademi i edukon sportivisht këto fëmijë, por jo vetëm sportivisht. Në objektivat tonë është përmirësimi i infrastrukturës dhe kjo është një dëshmi e këtij përmirësimi. Padyshim që kemi akoma më shumë nevojë, sidomos në Tiranë, për shumë fusha sportive, edhe për arsye të densisë popullsisë që ka Tirana, por edhe për arsye të mungesës së sipërfaqeve. Edhe për këtë ne kemi një projekt të 100 fushave, të cilën unë do ta përsëris dhe do të ftoj përsëri të gjithë ata që kanë mundësi të bashkëpunojnë me ne në këtë lloj investimi dhe për këtë lloj përmirësimi. Dua të përmend një fakt tjetër që është vërtet në prioritetet e Federatës Futbollit që të kemi sa më shumë vajza dhe gra në futboll, jo vetëm në fushë, jo vetëm duke luajtur, jo vetëm duke gjykuar, por edhe si zonja sot që drejton këtë akademi shumë të suksesshme në Tiranë, pra një shembull shumë i mirë suksesi, për cilën unë duhet ta falenderoj dhe duhet të orgasim të gjithë bashkë për kontributin në zhvillimin e futbollit. Është një emocion shumë i madh për mua që sot inaugurojmë këtë fushë të re, një investim cili na ka ndihmuar shumë për të ecur përpara. Etienne Akademi ka mbi 250 fëmijë që rriten, që stërviten me vlerat e sportit. Sidomos një falënderim i veçantë është për Federatën Shqiptare të Futbollit, për presidentin Armand Duka, për drejtoreshën e shkollës, për prindrit që na besuan. Gjithashtu falenderoj edhe të gjithë fëmijët që janë prezent sot këtu dhe që do e shijojnë këtë fushë të re. Ju falenderoj. Si drejtuese e shkollës Atzef Plumbi, jam shumë e nderuar që të kem të pranishme në mjedisin ton Zotin Armando Duka. Faleminderit që jeni të pranishëm. Besoj që entuziazmi i fëmijëve është justifikuar duke patur parasysh gjithçka që ju keni bërë për futbollin shqiptar.